shprehnin indinjatën e tyre se gjatë komunikimeve të tyre, me njerë pas atyre komunikimeve është zbuluar dhe ndodhja e tyre. Flitet se Rusia ka arrit që të futet në sistemet komunikimit të ushtrisë është më e paktë. Rusia, e kemi diskutuar dhe tjetër, ka sisteme satelitore shumë farta, shumë forta, është më e pakta që mund bëj. Problemi është që këta që morën vendimin të hapnin një front të ri nuk kishin bërë llogarit me këtë situatë. Dhe llogarit me këtë situatë nuk i kishin bërë sepse janë euforik, sepse janë jo profesional, dhe nuk është e rastishme që Ukraina në luftë ka shefin e tretë të shtabit tani. Se dikush po merr përgjegjësi për ato që ka ndodhur. Kjo e dobëson pozicionin negociues të Ukrainës? Nuk se e dobëson ose e forcon. Kjo tregon që ajo që i tha presidenti Trump aty zotërisë në shtëpinë e bardhë kur u zum, që i tregoi vendin presidenti Trump, është e vërtetë që pa mua ti s'ke ku shkon, sepse ja, ky është realiteti. Sepse kur kërkosh ndihmën e tjerëve, duhet edhe ti dëgjosh. Se ndoshta ndonjë i ka thënë ti zotërisë ose atyre tjerëve, mos hapni front në Kursk. Pse? Se do hiqni energjitë më... është pa logjik ajo që kanë bërë. Është pa logjik. Çka kanë menduar ata se do shkonin në Moskë me frontin e Kurskut? Për çfarë bën atje? Vret ushtarët më të mirë, heq energjitë më të mira, krijon një kosto financiare mbi atë ekzistuese në luftë, dhe pastaj ke këtë faturë. Se sigurisht që në negociata nuk forcohesh, përkundërzi. Ti e përmendë pak më herët që kur të kërkosh ndihmë, po dikush i cili është pak më i fortë se ti në këtë rast të vendet perëndimore, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kërkojnë një shërbim. Dhe ty mundohesh që tu akrysh atë shërbim. A nuk kanë obligime ata ndatje që ti kur të ndodhesh në një pozitë të dobët të të ndihmojnë? Po e di se çka po duhet të pyet. Besoj që e kuptove pyetjen. Por Mehmet, më fal. Pra ata ishin që e futën Zelenski në luftë. Zelenski nuk shoi kokë më vetë në luftë me Rusinë. Por Mehmet. Dhe ne e dim të dy. Jo. Jo po. Por Mehmet. Ka një llogari shumë thjeshtë. Kur hyn luftë, e zëm se sot do jetë Evropa në luftë. Në vend trupat e Ukrainës, do jenë trupat evropiane dhe do përsëritet fronti i Bakhmutit. Çfarë i ndodh Rusisë nëse humb 10.000 ushtarë siç i humbin Bakhmut? Asgjë. Çfarë i ndodh një qeverie europiane ose disa qeverive europiane nëse humbin 10.000 ushtarë? Brenda minutash bie. Po atë çfarë që të bësh luftë, duhet të kesh lëndën e parë, duhet të kesh njerëz të gatshëm për të vdekur. Nuk është si ato... Dhe një sistem politik i cili të mbron. Nuk është si ato luftat në joystick. Pra, fakti që mund t'i ketë thënë dikush ti zotërisë hy, nuk është se i kanë thënë do sjellim ushtarët tanë të luftojnë për ty.